Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin. Sot videot do t'jen pak më amatore, shkaku sepse unë nuk jam në studion të cilën unë e kam ndërtuar për showbiz, për komentime të lajmeve dhe të ngjarjeve, por në fakt më dukeshte shumë e dhimbshme, në qoftë se nuk do t'jem në mesin tuaj për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat që kanë ndodhur në këto, le të themi, jetën e artistëve shqiptar. Dua sot ta nis këtë ditë, fillimisht një herë duke ju uruar një ditë të mbar, një ditë pozitive, një ditë me energji të mirë, por edhe duke sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit që po bëjnë Mateo dhe Brikena. Mateo dhe Brikena janë një çift i paparashikueshëm. Nëse ne Mateon tani e parashikojmë në Ferizaj bazuar nga postimet që ato nxjerrin në rrjetet sociale, më besoni që pas një ore Mateo do të del në vushtri. Mateo do të del në një destinacion tjetër. Do me thënë, lëvizjet i kanë aq të shpeshta dhe aq të shumta sa që publiku nuk arrihet dot të kap një destinacion të sigurt të tyre. Do me thënë, janë të lëvizshëm gjithandej. Unë dua të flas pak për këtë dyshe. Mateo dhe Brikena kanë përzgjedhur që tani pasi që janë kthyer nga Bodrumi i Turqisë, të kalojnë disa çaste të bukura, të kalojnë disa momente të dy bashk. Do me thënë, janë pothuajse 24/7 me njëri tjetrin. Kjo në fakt është një mundësi e mirë për një çift të ri, sepse të qëndruarit bashk, komunikimi i afërt 24/7 është një mundësi që ato të nxjerrin anën e tyre më të mirë, do me thënë, atë anën që ato në të vërtet nuk e kanë treguar deri më tani. Do me thënë, ky lloj komunikimi ndihmon shumë në afrimitetin dhe marrëdhënien në fakt të tyre, në këtë që ne quajmë dashuri. Dashuria është pikërisht kjo, afrimiteti që kanë mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër kemi një thashë them në fakt për këtë dyshe që do të bëjnë një dasëm të madhe, do të fejohen etj. Fotografia që ju aktualisht jeni duke shikuar në këtë video që unë kam postuar është një fotografi e shkëputur nga një moment i bukur ku Brikena dhe Mateo kanë përzgjedhur në një nga lokalet në Vushtri që të kalojnë një moment të thjeshtë, të hanë drek. Do me thënë, pa marrë parasysh çfarë vipash janë, përsëri për ditëshmërinë dhe jetën e bëjnë si ne. Dhe arsyeja pse Brikena dhe Mateo kanë kaq shumë dashuri, kanë kaq shumë respekt, kanë kaq shumë vlerë për njëri tjetrin, është fakti që ato janë shumë modest. Do me thënë, nga fotografia shikoni që këto edhe drekën edhe darkën e hanë si të gjithë ne. Do me thënë, nuk është se janë vipa, kanë arritur të kenë një status pak më të rëndësishëm në jetë, edhe të përdorin këtë famën e tyre për tangërlik në një farë mënyre. Do me thënë, të mos të qenurit tangërlik i bën edhe më të dashur, edhe më njerëzor te publiku. Tani çfarë pret Mateon dhe Brikenën? Shumica më pyesin Tiron, si mendon ti? A mendon që Mateo dhe Brikena do të kenë një dasëm? Do të bëjnë një dasëm? Po është më se normale që në çiftin ku ka dashuri, do me thënë ky çifti, përpos që ka nisur këtë rrugën për t'i bërë gjërat publike, për t'i jetuar, për t'i shijuar, me patjetër që në një të ardhme të shpejt do të bëj dhe dasëm, do të bëj një festë të bukur, do të jetë një çift që do të na dhurojë një emocion të jashtëzakonshëm. Është me patjetër kjo gjëja që do me thënë ato do ta bëjnë. Nuk është diçka që ato thjesht e kanë në imagjinat, por do me thënë është me patjetër që do ta realizojnë. Aty ku ka dashuri, vinë të gjitha celebrimet e tjera.
vjen dasma, vjen të gjitha manifestimet, do me thënë është ndjesia e pastërt e gjithë shkaje. Dasma me patjetër që do tjetë, dhe besoj që do tjetë një dasëm goxha shumë e madhe, një dasëm që do të ketë shumë të ftuar, pasi që Mateo është një djali vetëm dhe sa do ku do në shqiptarët të rikthejmë të ajo që e thash, do me thënë të bëhemi vipa, të zëmë pozicione të rëndësishme në shoqërinë tonë, ne jemi përsëri shqiptarë dhe traditën tonë nuk e heqim. Aty ku ka djalë, aty ka dashuri, ka hare, ka manifestim, ka gjithë shka që në fakt e ndërton atë folen e bukur të jetës, të familjes. Nga Mateo dhe Brikena kemi vetëm gjërat bukura. Do të thënë, ju lutem shumë mos i besoni këto lajme që janë këto titujt e rrem, krisje, prishje, hatërmbetje, këto janë kryesisht tituj të rreme. Çifti ka një raport shumë të bukur, jeton jashtëzakonisht bukur, pothuajse 24 orëshin të ditës e ndajnë bashkë, po ai 24 orësh të ato bëhet 48, 72 dhe më shumë, do me thënë janë gjatë gjithë kohës janë bashkë, dhe kjo në fakt i bën edhe më të bekuar në marrëdhënien e tyre. Unë uroj që gjithmonë t'ju shkojnë gjërat në këtë formë, edhe pse nuk dyshoj fare me thënë drejtën, kam një besim të plot në Mateon, kam një besim të plot në mënyrën se si ai është duke i drejtuar gjërat në jetën e tij dhe se si ai i bën gjërat, dhe shpresoj me zemër që gjërat t'ju shkojnë gjithmonë në këtë formë, të na dhurojnë gjithmonë atë pozitivitetin, të na dhurojnë gjithmonë atë energjinë e mirë dhe të na bëjnë që ne vërtet të ndjehemi të lumtur dhe krenar në marrëdhënien që ato kanë ndërtuar dhe po ndërtojnë. Shpresoj që Mateo dhe Brikena gjithmonë të jenë një armë e bukur, një dashuri e bukur dhe një emocion që vetëm ato të dy din të na e falin. Do me thënë, kemi shumë gjëra fantastike nga dyshja dhe shpresoj që gjithmonë të na shkon marrëdhënia në këtë formë. Do thënë, Mateo dhe Brikena kanë një raport shumë të mirë. Presim dasëm, presim gjithçka të bukur që di të bëj ky çift dhe di në fakt të na e dhuroj ky çift. Unë i uroj të gjitha të mirat, uroj me zemër që të na bekojnë me dashurinë e tyre dhe shpresoj që gjithmonë të na japin emocione të bukura, të na japin pozitivitet dhe të na bëjnë që ne në të vërtet të ndjehemi krenar me këto të dy dhe të ndjehemi të duar trokitur. Do me thënë, janë një çift që unë i dua shumë dhe shoh vetëm mirësitë e ky çifti. Ju uroj të gjitha të mira dhe shpresoj që Zoti t'i bekojë në këtë formë me dashuri, respekt dhe bekime.